Unë besoj shumë tek pjesa e vllazërisë. Pra, vllazëria është ajo që mban bashkë organizatat jo fitimprurse, siç janë edhe partitë në rastin konkret, pra me vullnetar. Tani, varet se kur ke 6 milionë euro të pagush për i lobim, po janë të ndryshme. Ata quan zjarre flak në shtëpitë tyre, nuk është kjo Partia Socialiste. Ajo çfarë për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, risia e kësaj gare, përveç dy alternativave që janë të qarta, është gara në mes partisë. Pra, unë mendoj që demokracia shqiptare kësaj radhe ka një test të fortë, të mirë, do ta quaja një test të mirë, sepse jo vetëm që mund të zgjedhësh forcën politike, por brenda forcës politike çdo votues ka mundësinë që të zgjedhë kandidatin që ai ose ajo do preferonte ose njehsohet me të. Kështu që kjo gjë unë mendoj që e forcon. Patjetër e forcon partinë, e forcon demokracinë, e forcon shoqërinë shqiptare. Njerëzit do identifikohen me kandidatët e tyre. Nga ana tjetër, patjetër që e bën të fortë. Dhe në fakt, në sondazhin që si Lloj Karigesh. Do flasim për këtë. Në sondazhin e tretë që ne nxorëm dje, në shkallë kombëtare kishte një preferencë thuajse të barabartë midis atyre që preferojnë partinë dhe që preferojnë kandidatin. Por, risia madhështore, do thoja unë, po jo me ironi, po vërtet një risi shumë e madhe, ishte fakti që shumica, ju lutem, nxjerrim tabelën e preferencës në Tiranë për partinë apo për kandidatin, kjo është në shkallë kombëtare, kjo nuk na duhet për momentin. Risia për Tiranën është që shumica dërmuese, kjo është në shkallë kombëtare, që unë thash më herët, pra ka një ndarje 38 me 38%, paksa në favor të kandidatit. Por për Tiranën, shikoni çfarë shifre spektakolare, që është pra 24.6% preferojnë më shumë kandidatin, përballë 38.1% që preferojnë partinë. Dhe ky është një lajm i mirë toni për, sidomos siç e thash, për listën e hapur të Partisë Socialiste, ku le të themi fund fare nuk do vlej partia, po do vlej individi. Absolutisht, është lajm i mirë për Partinë Socialiste, sepse edhe ku shikon mënyra se si ne jemi rreshtuar, ku në listë të mbyllur janë drejtuesit politik, të cilët do ta vështirësonin garën më shumë për shkak të peshës tyre politike, dhe nga ana tjetër janë personazhe të sfikatur por të rinj. Ndërkohë që në listë të hapur janë të gjithë deputetët, të gjithë kolegët e mi, pavarësisht seniorazhit të tyre, por edhe qytetar shumë aktiv. Pra, lista jonë e hapur kam përshtypjen që jep një zgjedhje të fortë votuesit dhe ndaj mendoj që edhe sondazhi e tregon këtë gjë. Por edhe partitë nuk është se mbeten pas, por unë e kuptoj që preferenca është e qartë. Preferenca është shumë e qartë dhe ju besoj e krahasoni ndoshta se nuk e di, jam kurioz si është në qytetet tjera ky lloj. Ja, po ta them, ju lutem, nëse mundet regjia të nxjerrë preferencën e Shkodrës, që është një qark shumë i fortë politik, siç është Vlora, siç është Fieri. Në Shkodër shikoni atëre zoti Gogo, shikoni që kjo është për Tiranën, po i lutem nëse na nxjerrni Shkodrën në ekran, në Shkodër shikoni që është e favorizuar qartazi partia politike. Pra shikoni në një qark si Shkodra, është 24.8% njerëzit preferojnë partinë, 30.2% preferojnë kandidatin. Pra këtu le të themi ka një dominancë totale e sistema politike. Ndërkohë që tek Tirana, dhe Tirana, kryeqyteti ka qenë gjithmonë temi avangard e shoqërisë shqiptare, duhet që preferenca është e qartë. Pra Tirana si shkojnë shumë përpara se sa shkalla kombëtare dhe thonë, okay, politikisht po, na intereson, po na intereson edhe kandidati. Mendoj që është një leksion shumë i mirë demokracie që ju jepet juve, partive politike që keni mbyllur këtë sistem dhe mezi po e hapni. Unë besoj që hapja e partive politike në Shqipëri është ecën dora dorës me hapjen e shoqërisë shqiptare. Në fakt, te reforma elektorale u ecë dora dorës me Sali Berishën, me thonë vërtetë. Edhe këtë duhet ta pranosh, me që jeni në kryetar grup parlamentar. Ne ecëm dora dorës me atë bashkësi që kishim ne në këtë legjislaturë, që kemi në legjislaturë. Megjithatë, nga në bashkëpunimi në mos bashkëpunimi me Novgradën. Nuk jam dakord. Dhe pastaj dalësh votosh me të sistemi politik në vend. Me shumë respekt. Nuk di si ta quajë ndryshe. Me shumë respekt. Ndërkohë që politika ka e morale, thuhet, okay, mua ka dhënë vendimin gjykata kushtetuese. Unë po e çoj projektin tek ligjet, po e çoj komision zgjedhor, po sumiratu, po e çoj po janë seancë, po ngrej dorë, shpreh vullnetin politik dhe ashtet. Kemi hapur listën, që është fakt. Është hapur lista. Jo pjesërisht, lista është e hapur sepse tregon pikërisht kjo garë. Pra, pjesa e mbyllur e listës... Ju keni hequr hersin. Unë besoj, po, kemi hequr hersin. Po nuk keni hapur listën.
Si, 2/3 e listës si është e hapur. Ta që është e hapur apo është totalisht e hapur? 2/3 e listës, shumica e listës është e hapur. Po i pi që pjesërisht është e mbyllur. Pa tjetër që është e mbyllur, se ka në kushtetutat mbyllur. Kushtetutat ta mere hape. Jo, e tha gjykata kushtetuse, tha iq hersin. Dhe ne hoqëm hersin.